Izraelit, të lobit izraelit, të cilët tentojnë që ta bindin administratën e Trumpit, që është e kohë të bisedohet me Iranit. Ata tentojnë që të fillojë një luftë, mirë po nuk duan që ata të jenë flamurtarët e luftës. Ata duan që SBA-ja të intervenoj në Iran dhe Izraeli vetëm ta ndihmoj ushtrinë amerikane, mirë po e gjitha mbaret nga presidenti Trump se çfarë vendimi do të merr. Mirë po ka edhe diçka, për shkak se me kërcënimet e fundit të liderit suprem të Iranit, i cili më shumë është për të pasur një luftë dhe jo një marrëveshje ku do të dëmtohen interesat e Iranit, atëherë SBA-ja do duhet, apo administrata e Trump, do duhet të kërkoj lejen nga Kongresi Amerikan, për shkak se janë më të bindur se nëse sulmojnë Iranin nuk do të jetë një aktivitet i shkurtër ushtarak, po do të jetë një luftë e vërtetë dhe një luftë rajonale, dhe për të ikur përgjegjësisë së vete, presidenti Trump besoj që do të kërkoj leje nga Kongresi Amerikan, lejen të cilën unë besoj që do t'ja jep Senati dhe Kongresi Amerikan, për shkak se të gjithë kongresmenët, senatorët janë të blerë nga lobi izraelit, dhe aty ku janë interesat e Izraelit, aty është edhe vendimi i senatorëve në interes të Izraelit. E qartë, zoti Dauti, ndërkaq si do të ndikojë një marrëveshje re në balancën mes SBA-s, Rusisë edhe Kinës në lidhjen e mesme, pasi çdo marrëveshje me Iranin ka sigurisht ndikim edhe për të rajonin duke përfshirë këtu Europën dhe fushit e tjera globale. Po tani nëse arrihet një marrëveshje ku do të inkorporohen dhe interesat ekonomike të Iranit, kuptohet që kjo do të ndikojë që administrata e Iranit të afrohet me administratën e SBA-s dhe kjo do ta dobësoj aksin e rezistencës, ta quajmë kundër imperializmit amerikan, dhe ku bën edhe pjesë edhe Kina edhe SBA, pra në një farë mënyre do të dëmtohen interesat e Kinës dhe Rusisë dhe do të rritet shtypja kundër atyre shtetave me iniciativë të politikës amerikane, po në të njëjtën kohë ata nuk, besoj unë, edhe Rusia dhe Kina nuk do të dëshironin që të shihnin një luftë në Iran, për shkak se ajo luftë mund të zgjerohet dhe ndoshta mund të bëhet edhe një luftë nukleare ku do të përfshihen mandej edhe shtetet e fuqishme siç është Rusia dhe Kina, dhe do të ishte një dëm i madh për gjithë ekonominë e botës, për gjithë interesat e njerëzve në botë, dhe që na kupton në një farë mënyre që mund të hyjmë në një luftë të tretë botërore, dhe kuptohet që ata e mbështesin diplomasinë iraniane, por në të njëjtën kohë edhe mundohen që ta përgatisin ushtarakisht Iranit që t'i rezistojnë një sulmi të mundshëm të ta quajmë, edhe pse ne themi SBA-ja, po ajo do të jetë një sulm i NATO-s kundër Iranit së bashku me Izrael. Zoti Dauti, a mund të përballojë rajoni një dështim të ri diplomatik apo rreziku i përshkallëzimit ushtarak është tashmë më afër se kurrë, pasi afati dyjavor për propozimet iraniane vjen sigurisht pranë një klim tensionesh të larta rajonale? Po tani do të mund rajoni ta përballoj, besoj që po do të mundet. Për shkak se ai rajon është i trazuar prej të paktën vitit 91 me luftën e parë të Golfit, kur e gjithë perëndimi e sulmoi Irakun në vitin 1991, besoj, dhe pas asaj kemi edhe shumë lufta të tjera në lindjen e mesme, nuk është se ka pasur rahati lindja e mesme, dhe nuk do të ishte diçka e re nëse fillon një luftë rajonale, po unë besoj që humbësi më i madh në një luftë të tillë do të jetë vetë perëndimi, vetë bazat amerikane në lindjen e mesme, për shkak se do të jenë cak i sulmit të raketave të Iranit, do të dëmtohet shumë flota amerikane në oqeane dhe në dete përreth lindjes së mesme, dhe kuptohet edhe aviacioni ushtarak apo aeroplanet ushtarak të perëndimit do të dëmtohen, për shkak se si zakonisht ata kanë sulmuar në lindjen e mesme shtete të cilat nuk kishin mbrojtje ajrore të sofistikuar, mirë po kjo nuk është rasti me Iranin. Kjo do të jetë lufta e parë ku në të vërtet
perëndimi do të ketë një kundërshtar të mirë përgatitur, të mirë motivuar dhe të cilët do të rezistojnë deri në fund, besoj unë. Dhe gjasat janë të mëdha që ushtria amerikane të dale humbës nga kjo luftë. E qartë. Mirë, zotëut ndërkaish për të kaluar tek bisedimet se i përket Rusisë dhe Ukrainës. Kontrolli i Donbasit tashmë është pika kyçe dhe Ukraina mban vetëm 10% të territorit. Mendoni se do ta pranojë Ukraina një marrëveshje që ja dorëzon tashmë Donbasin Rusisë? Po tani ajo marrëveshje nuk mbaret nga Ukraina. Ne e dim të paktën në 3 vitet e para, apo gati se tani hym në vitin e 5, kishte një ligj që parashikte që është ndaluar çdo negociat me ushtrinë ruse apo me qeverinë ruse, dhe përgjegjësinë për arritjen e një marrëveshje e kishte vetë Perëndimi, vetë NATO apo SBA, dhe kjo vazhdon. Përderisa në Zhenev bëheshin bisedime me Iranin, në Zhenev po të njëjtën ditë bëheshin bisedime edhe për çështjen e Rusisë dhe Ukrainës. Pra e gjithë mbaret nga administrata amerikane, as pak nuk mbaret nga dëshira e Zelenskit apo qeverisë së tij, për arsye se e gjithë lufta në Ukrainë financohet nga vetë Perëndimi. Ukraina armatoset nga Perëndimi dhe tërheqja e financave dhe armatimeve nga Perëndimi do të nënkuptonte edhe përfundimin e luftës. Ata mund të rezistojnë, po mund të rezistojnë brenda disa muajve dhe do të jenë të detyruar që të kapitulojnë. Dhe ka gjasa tani të arrihet një marrëveshje me Rusinë Ukrainë, nëse ata pretendojnë që të fillojnë një luftë me Iranin. Kuptohet që lufta me Iranin do të zgjas, nuk do të jetë një intervenim i shkurtër që disa planifikojnë, dhe për të mos patur dy fronte, SBA tani përpiqet që të arrijë të paktën një armpushim me Rusinë, që të mund të përqendrohen te Irani dhe ta furnizojnë Izraelin me raketa kundërajrore që të mund të mbrohen nga raketat e Iranit, të cilët do ta sulmojnë Izraelin. Pra të gjithë janë të mundshme, mirë po është e mundshme edhe që me të dy palët të arrijë një marrëveshje. Gjasat janë të vogla që të fillojë një luftë në dy fronte, dhe nëse kjo ndodh, atëherë kuptohet që do të shiqojmë edhe përfundimin e imperializmit amerikan në botë. Ndërkaish, zotëuti, mendoni se po ushtrohet tashmë presion ndërkombëtar i njëanshëm mbi Ukrainën, duke lënë këtu Rusinë pra jashtë çdo presioni, dhe nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump ka bërë vazhdimisht thirrje që Ukraina të bëjë lëshime territoriale. Mendoni se kjo është tashmë një mënyrë presioni e drejtë për drejtë, apo nga ana tjetër e detyron Ukrainën të dorëzohet përballë një fushie më të madhe? Presion ka, po nuk është presion ndërkombëtar, për shkak se Ukrainën nuk e mbështet komunitetin ndërkombëtar. Ukrainën e mbështet vetëm NATO. E gjithë ajo se komuniteti ndërkombëtar qëndron mbas Ukrainës është një propagandë e NATO-s dhe e Perëndimit. Kuptohet që Kina, India, të gjitha ata nuk i respektojnë sanksionet kundër Rusisë dhe kanë marrëdhënie të mira tregtare, po ashtu edhe vendet tjera, për shembull Turqia vazhdon që të ketë marrëdhënie të mira me Rusinë dhe marrëdhënie ekonomike. Pra kur flasim presionin ndërkombëtar, ajo duhet të përqendrohet në shtetet e Evropës dhe SBA-s, dhe kuptohet përderisa ata janë dobësuar shumë për shkak se të gjitha armatimet që i dërguan në Ukrainë gati se i ka shkatruar ushtria e Rusisë,